Një sherrri ndodhur mbrëmjen e së njëjtës në Shëngjin ka përfunduar me një person të plagosur dhe një tjetër të shoqëruar nga policia. Sipas policisë, rreth orës 21:30 dy shtetas janë përfshirë në një konflikt fizik, gjatë të cilit janë përdorur sende të forta. Sipas syve përplasjes, ka mbetur i dëmtuar shtetasi me inicialet MP, i cili është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës, nga ku mësohet se ndodhet në kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, me njëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë bërritur në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur shoqërimin e autorit të dyshuar, shtetasit me inicialet ALG, për kryen e veprimeve të mëtejshme procedurale. Gjatë veprimeve të para hetimora, uniformat blu kanë gjetur dhe sekuestruar një armë sportive zhurmuese, e cila dyshohet se mbahej nga i shoqëruari, e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhe do t'i nënshtrohet ekspertizës. Policia bën të ditur se grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motiveve të konfliktit, si dhe për dokumentimin ligjor të ngjarjes.